Fondi i sigurimit shëndetësor zbuloi paregullsi gjatë kontrollit të pushimeve mjekësore të punonjësve në Ministrinë e Punëve të Brendshme, bëri të ditur drejtori Sasho Klekovski. Sipas tij, 29 nga 80 personat e kontrolluar përdorën gjithsej 236 leje mjekësore, nga të cilat 100 u vlerësuan si të lëshuara në mënyrë të parregullt. Кај 29 лица од вкупно 80 има неправилности во издадените боледувања, тоа е околу 37% од контролираните лица, односно околу 100 боледувања од вкупно 514 се неуредни или неправилни, тоа е 19,5 или околу 20% од вкупниот број контролирани. Klekovski tha se këta punonjës disa herë brenda vitit kishin dëruar mjekët am të cilët kanë refuzuar t'u japin sërish pushim mjekësor. Ai theksoi se po ashtu janë kontrolluar gjithsej 105 shtëpi të shëndetit, mjek am, ginekolog dhe stomatolog. Diagnozat më të përdorura për pushim mjekësor u tha se janë sëmundjet e sistemit të frymarrjes, sistemit muskulor, indit lidhës dhe sistemit tretës. Од овие контролирани установи 29 здравствени установи, 27 од општа медицина, 2 од гинекологија издале неуредни боледувања. 3 специјалисти од 3 јавни здравствени установи исто така издале неуредни боледувања и 2 комисии, првостепени лекарски комисии исто така имале грешки во издавањето боледување. Për paregullësitë janë vendosur gjoba prej 1.2 milion denarësh në institucionet shëndetësore, private dhe publike. Ndryshe, kontrolli në MPB u krye pas kërkesës së vetë ministrisë.